Vendi që u mori jetën 2 fëmijëve të tij e ka skaj shtëpisë. E sheh çdo ditë. Por dhimbjen Muhamet Mramori e ka të njëjtë tash 9 vite. Në grupën e hapur nga një kompani ndërtimore me 23 qershor të vitit 2016, humbën jetën 2 fëmijë të Muhametit, Florenti dhe Florenta. Janë mbushur 9 vjet që nga rasti tragjik I humbjes së 2 fëmijëve në një grup këtu pas shtëpi investime në Kolovicë të Prishtinës. Grup kjo e cila kishte qenë mbushur me ujë në atë kohë. Me 23 qershor të vitit 2016, Florenta e moshës 13 vjeçare dhe Florenti I moshës 11 vjeçar mbetën këtu të vdekur. Ani pse kanë kaluar 9 vjet që nga ky rast, askush nuk ka dhënë asnjë përgjegjësi deri më tani. Babai I tyre Muhamet Mramori edhe pas 9 vitesh e ka të pamundur të afrohet tek vendi ku ndodhi tragjedia, ndonse ndodhet vetëm disa metra larg shtëpisë së tij. Në vitin 2016, në 23 në gjashtën, fëmija djali Florenti, që një grup që ka pas qelë kompani që ka marrë zhavar, u shme ujë për I shiu. Në djali u shku ka lutër në ujë dhe ka qitur o poshtë. E të një qika e mëllë, 13 vjeti ka pas, aja që ka pas që së më pëdelu hi. Të një vugla, të një mënu me I shtakë, ka pas 9 vjetë, aja s'ka mujtë me nëzira, një ka mytet qika dhe djali, qika 13 vjetë, djali 11. Tash, I bojnë 9 vjetë, I bojnë qash me 23. Po, nësë I familje, që me thonë dhe mërzia, e gjithë njëjtë e jetë, po, asi shtetë këtë havë shemë që kanë lëngat grupë hapën atë, që po s'kanë dërmarë kur gjë, 9 vjetë, bëhë që tash bëhën veç një në majtë, për shemë, kjo penalja majtë një seancë, që e fillestare që është, po nuk u vendosë hala kur gjë. Jo, në punim kam, në që ke vlatëm nga thirë, nëse policia më thirë në sparim, thanë djali diqka, sa shpadin se policia. Po së më të regume që më thanë herit e shpia. Të një këtë ardhë rrugës në që ke vlatëm thirë, sa vëlla agjel mikë, pëse dësha që ka buat mikë, pëse. Të një... Kur erë dhe në këshim pa nëzirë për I grupe. Po një polici kanë nëzirë edhe ta, ta tjerë të jashtë e kanë nëzirë me kanop, se s'ka mujtë vetë me dalë. Se e shkon leqa, që ka mejtë dhe ajë. Po, nësi familje, në vëlla, që me thonë, për njëri për mësej kemi jetu me dhimët. Për mësej kemi jetu me ta. Se me të shku 2 fëmi, dhe më të mire në kohë, njënë 13 vjetë, njënë 11. Po, dhe zotin e ka më përqi, edhe shqyqër që edhin në spari, qërë në burat jem pak më në ryshe, jem pak më të forë për I natyre, për I... Po, kjo shqyqja, kjo sinon, kjo më ranë më lakë për jetan. Nështë në dalëm pak më shumë, e dalëm po... E ranë më lakë, për zotin, aj që ka fëmija, edhe heq më që pas fëmija, veç që ka një të ndjenja, po... Me qukta ka që gatë kështu, me nga me tretu hala me këtu harë gjikata me këtu vendasne, qka të vendasne, veç vendasne të qka. E mësë nga leni kështu vashme, mësë me dita sa për vatës. Qërë nga si prind, nga ku me ditë qka me nga kompenzu, ata së mënish me zavendcu. Fëmija nuk zavendcuat me kur gjë, asë kërkosh, asë njëri për marë parasysh. Po, mos me ta dhonë bëllat ndjenjen si nuk kanë egzistu korë, ata kanë egzistu. Këta për nga bini farë pozitë, e thu që edhe vetë me menu që a i këna në konë më rëta të fina I herë. Shumë që e për nga rënën shumë. Dhe që ka herët detyran, hish për e pas njetë me botë diçka të keqe, për shemë, ku të shë që s'po vërprën kur gjë, ti e din kur ta ka bota, e këta të thojnë vëlla jo pret e gjykata, po sa më befit. Ne dim kur që kalon grupën. As folje s'ka kërku kur që I zoti kompanisë ka lanë grupën hapun qështë. Po, kështë e pja u lomë në institucione, këta s'po bojnë kur gjë.
Sipas rrëfimit të familjes, grupa ishte hapur nga kompania që kishte marrë zhavër për ndërtim. Por pas përfundimit të punës, askush nuk u kujdes që ta mbyllte atë grup, duke lënë pas një rrezik të hapur për jetën. Edhe për këtë rast janë të akuzuar më shumë se 5 persona, zyrtar të komunës së Prishtinës dhe përfaqësues të kompanive private. Megjithatë, drejtësia ka lëvizur ngadalë. Babai i fëmijëve thotë se për 9 vite ka kërkuar përgjegjësi nga institucionet, por është përballur vetëm me heshtje. Që në fillim, që vjetë e para, asë nuk po isha në gjykatë me gjetë London. Tani kom po kërkesën në Lex. Në ata më kam pa gjetë London apet. Tani të avokati publik jem konë, edhe aty kom po kërkesë. Të ke për drejtat fëmijëve, gjithë kërë s'kum lënë vend pa shku. Po nuk e di, ka shumë më gjatë. Në vjetë nuk është asë dhonë në zypse. Dhe nuk është një rast që valla nuk aty kam po krejt që shka ndodhë. Edhe dim kush ka punu, e kush e ka lanë, ashtë të grupin hapën, e din edhe ata. Po, kush i ka leju, po nuk di që ka botë. Ti që në mytë fëmija nesit e ka mytë grupe, pe atë heshe që ashtu është. E shprej sa vdes e fundit, po tash nuk e di vëllaj tash. Shola bre, shola vendosin të shka po. Duke dalë dhe ata në pozitunën, dhe është vetë kam fëmi. Po një grep me i ra, po bu me shu 2 fëmi dhe po pas një tru një ndjenja, edhe që morale, një tru me pose, edhe heq më shka e ka jo, që nërë që një juridike, njëri si njeri, heq pa me pas një tru pak ndjenja shpirtërore, me di pak si në prendjem. I zhgënjur nga drejtësia u shpreh avokati i familjes Mamori, Skënder Musa. Kjo është një çështje që duhet të veprohet me prioritet për shkak se familja ka humbur në fëmin dhe dhimbta është e madhe. Çdo herë, çdo përvjetor, ata e kujtojnë ngjarjen sikur të kishte ndodhur atë ditë, edhe pse në këtë rast është dashur që të veprohet me urgjencë. Vendimi i shkallës parë është aprovuar padia. Nuk është aprovuar në tërësia sa ka kërkuar familja, mirë po është aprovuar padia sa i përket gjitha bazave, edhe bazës ligjore, edhe bazës së dëmtimeve, dhe më thënë që padia në aspektin e bazës ligjore është aprovuar në tërësi, ndërka sa i përket lartësisë së kompenzimit, nuk është aprovuar sa ka kërkuar familja, dhe gjykata ka vendosur në bazë të një mesatarje që vendoset zakonisht për Kosovë. Në lidhje me rastin, për Gazetën Nacionale ka ndërtuar edhe nga gjykata themelore e Prishtinës. Referuar kërkesës tuaj për informata, ju njoftojmë se të pandehurit S.B, I.K, S.B, A.M dhe M.C në këtë çështje dhe mbrojtësit e tyre pas përfundimit të shqyrtimit fillestar kanë paraqiten kërkesa për hedhje të akt akuzës. Ndërsa gjykata me datën 18 prill të vitit 2025 ka nxjerrë akt vendim me të cilin ka refuzuar kërkesat për hedhje të akt akuzës. Për njoftimin tuaj, kundër të njëjtit vendim kanë paraqitur ankesë mbrojtësit e të pandehurve dhe tani lënda gjendet në gjykatën e apelit për vendosje. Vetëm një ditë pas tragjedisë, gropa u mbyll. Në atë kohë, Xhelal Sveçra dha dorëheqje nga pozita e drejtorit të inspektoriatit në komunën e Prishtinës. Kryetari i atëhershëm Shpend Ahmeti vizitoi familjen Mamori për të shprehur ngushëllim. Për familjen kjo ngjarje do të mbetet në kujtesën e tyre sa të jenë gjallë, por për të njëjtit një lehtësim mund të arrihet vetëm nëse do të ketë drejtësi.